€150 dëmshpërblimi u është dhënë pasagjerëve të tragetit Bridge, të cilët u kthyen në portin e Durrësit nga Trieste ku kishin destinacionin. Pasi qëndruan 4 ditë në det, ata u kthyen sërish në Durrës, aty ku u nisën, pa mundur të shkojnë në destinacion. Shkak për këtë u bë një defekt që pësoi tragedi në grupin e timonit. 4 ditë shkuam deri në Ancona, nga Ancona në Trieste, shkuam deri më në afërsisht port në Rat. Defekt u kthym. Çfarë defekti? Derisa po kthehet s'ke defekt. Kapitania thoshte që jo, do na lëm në Ancona, s'na lëm fare Durrës, Trieste Durrës, kaq. 4 ditë në Dehet, tash na dhanë dëmshpërblimin. Bileta më të ardhë dhe ka €150. Tani do kompensohet bileta, do na jepin dhe lek €150 dëmshpërblim për çdo person. Dhe bileta gratis për Itali. Blet do shkonin, do niseni prapë. Po, kur dum, do japim bileta të hapura, kur dum do të them. Tragedi Bridge qëndroi 1 milë larg brigjeve të Triestës, por nuk mundi të ankorojë. Fillimisht pasagjerëve ju komunikua se do të ndalen në Ancona, por përfundimisht e njëjtën pasdite ata u kthyen në Durrës, aty nga ku nisën 4 ditë më parë.